Jody e lidhur jashtë. Deklarata e Sara Gjordenit bën lëmsh studion. Vura një tendencë për të afruar me. Ish banorja e edicionit të tretë të Big Brother VIP Albania, Sara Gjordeni, ishte ditën e sotme e ftuar në puntatën e parë të Big Brother Fan Club, ku komentoi 14 banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. E pyetur nga moderatorja e njohur, Kiara Tito, në lidhje me pëlqimet e para mes banorëve, kush mendon se mund të bëhet qift, Sara u përgjigj. Nuk e di pse vura re një tendencë për të afruar Jodyn patjetër me një nga djemt. Madje edhe opinionistët filluan të aludonin se me kë mund të shkonte më shumë. Bën një përputhje të saj me Malin për sa i përket tipareve fizike. Po doja të ndalesha pak te Jody, të cilën e njoh përmes motrës së saj. Ato janë dy vajza shumë të edukuara. Mund të jenë ndër vajzat më paqësore, më zonjusha që kam njohur. Këtu ndërhyn Kiara dhe e pyet: a është e lidhur Jody, dhe përgjigja e Gjordenit i bëri lëmsh të gjithë. Aty doja të dilja. Jody ka një mbesë të vogël që unë e shoh her pas here në rrjetet sociale. Shoh që janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Ajo duket një teze fantastike. Kam përshtypjen se mbesa do të ishte një surprizë mrekullueshme për Jodyn. I uroj shumë fat dhe mbështes shumë. Kam pak frikë anën emocionale të saj se e tha edhe vetë që është pak e brisht. I ftuari tjetër në këtë puntat, Milaim Zeka, e ndërpret dhe e pyet nëse është e lidhur apo jo Jody. Jo, nuk është e lidhur, ju përgjigj me një herë Sara. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.